Jemi kthyer në studio për të vazhduar tutje për të ndruar edhe atmosferë, do të flasim për atë për të cilën të gjithë po flasin dhe e kanë një simpati të jashtëzakonshme për Mozën. Mimoza Ahmetin, shkrimtaren e njohur, dhe sot në fakt po lexoja një lajm ishte edhe në gazetën Express që kjo futja në fermave dhe fama, populariteti dhe vëmendja që është për momentin tek ajo është duke ndikuar fuqishëm në një shitje marramense të librave të saj. Do të thotë, personazhe publike të një kalibri të tillë që gjithmonë kanë pasur kritika ndaj këtij formati, tani duhet të futen pikërisht vet, natyrisht me zgjedhjet e tyre, për të përjetuar këtë përvojë, por edhe për diçka tjetër, që në fakt deklaratat e Mozës shpesh kanë ngritur disa pikpyetje për jetën e saj jashtë, nëse vërtet ka një jetë të vështirë dhe ajo ka hyrë në këtë format për t'i marrë ato para dhe për ta organizuar dhe le të themi jetën e saj dhe problematikat me cilat mund të përballet. Po një version krejt tjetër, a? Version tjetër kanë dhënë të tjerë. Gjithsesi, analizë shumë interesante ka bërë edhe Erion Ndushi, kolegu ynë nga Shqipëria, nëse e kemi drejt për drejt, i dëshirojmë mirëseardhje Erionit. Hajde Amir, përshëndetje, jam me ju. Jemi drejt për drejt. Faleminderit për kohën. Natyrisht, unë po e bëja këtë prezantim nisur nga gjithë debati dhe ajo që shohim edhe lajmet gjithandaj e kështu me radhë. Ne kemi dëgjuar, po diskutonim edhe me Aiden pak më parë këto video tua shumë virale dhe gjithashtu që kanë marrë shumë komente. Po e nisim me këtë. Si po e sheh, me që është hera parë që jemi bashkë për Mozën, si po e sheh Mozën në Big Brother, futjen e saj, këto dinamikat, vëmendjen që e ka për momentin dhe popularitetin e madh? E qartë, ato videot e mia, Moza ishte e fundit e sagës, sepse unë kam kapur një sër problematikash që na shqetësojnë ne shqiptarët këtej dhe andej kufirit, dhe i kam trajtuar nëpërmjet fabulave apo versioneve të ndryshme për të lënë gjithë secilin të gjejë veten tek mënyra se si e sqaroj atë, pa dashur unë të jap konotacionin përfundimtar. Mirë po, në qoftë se ndalemi te kjo e fundit, tek Moza, unë do thoja që Moza nxori në pah atë që ne nuk e kemi, lirin, sepse vërtet kemi kaosin, por kaosin nuk po e shfrytëzojmë për të qenë vetvetja dhe për të trajtuar çdo gjë me thjeshtësinë që duhet të na karakterizojë, apo pse jo, atë këshill që na la Leonardo da Vinci këtu e mira vjet më herët. Dhe ajo që duhet të theksojmë për sa i takon Mozës është që në Shqipëri në fakt, por në të dy anët e kufirit, gjithmonë i referohem Shqipërisë, po ndodh një fenomen i veçantë, sepse ne kemi momentalisht dy personazhe që po tentojnë të jenë sa të thjesht aq edhe naiv në sjelljet e tyre. Pra kemi një zonjë që e kemi dërguar në parlamentin e Shqipërisë, në logon e mazhorancës, ajo është Zeqinel Çavushi, dhe nga ana tjetër në një format televiziv kemi Mimoza Ahmetin. Të dyja janë të thjeshta, mirë po nxjerrin në pa një veti tonën, që ne jemi sapioseksual. Për të gjithë ata që ndoshta nuk e din, do të thotë që ne dashurojmë tjetrin për nga vlerat e të menduarit dhe jo nga ana fizike. Pra, me Mozën, një njeri që e ka treguar vlerën e saj për gjatë viteve, ata që nuk e njohin, po njohin një njeri që nuk është thjesht naiv, nuk është aq i thjesht sa mendonin, por mbi të gjitha është i zgjuar dhe zgjuarsinë po e përdor në të gjithë kapacitetin e saj për të arritur atë që do donte një format televiziv, për të afruar sa më afër audiencës. Nga ana tjetër, zonja Çavushi, e cila në parlament madje flet me thjeshtësinë e saj, ngatërrohet teksa mban ligjëratat, përdor gabim terminologji të ndryshme, duket që nuk ka këtë përkrahje, por shkelet, merret në përkëmbë, përdoret për një personazh negativ, një konotacion që nuk do donim t'ia jepnin mbi të gjitha një femre, meqense jemi në këto periudhat që femra duhet të lartësohet me burrin apo të qëndrojë mbi kryet e tij. Por sa i takon formateve, më duhet të them që këto formate gjatë këtij viti të paktën nga Kosova e në Shqipëri kanë ardhur duke përmirësuar racën. Pse bazohen këtu? Bazohen thjesht tek fakti se nëse referohemi një formati të show të realitetit në Kosovë, do doja të thoja që nga i pari tek i dyti në Shqipëri dhe tani më e treta tek Moza, duket se ne me moralin ton kemi arritur të përmirësojmë pritshmëritë nga një format televiziv. Ajo që vjet re është qasja ndaj moralit. Në qoftë se marrim në shqyrtim të gjithë personazhet e Big Brother Kosova, do thoja që morali atje ishte gjithmonë në dyshim. Kalojmë tek ai shqiptar
u vu disi në dyshim dhe kjo duket që dëmtoi rënd personazhet, nëse referohemi Selinën dhe Mirin në ditët e para, ku dikush i referoi si baba e vajzë e anasjelltës, dhe për të kaluar tani tek moza, ku madje edhe debati, ai sherrri që duket se media në këto formate tenton ta promovoj, nuk pritet mirë nga audienca dhe kjo reflektohet pastaj në çështjen e votimeve, sikurse ishim edhe tek si skualifikuar i parë i këtij formati. Të ndalemi pak që edhe ona Mire ndoshta të bëjmë pyetje sepse u thanë shumë gjëra, ndoshta ndalemi te ajo që u konsiderua si kryesorja edhe nga videoja juaj. Ju thoni që asgjë, themi kështu që thot moza, që del nga goja e mozës, nuk është e rastësishme. Dhe ndoshta ato momentet brenda formatit, ku ndonjëherë moza është dukur që është naive, sikur s'po e kupton se çfarë po thuhet, sikur s'po e kupton se çfarë po ndodh në situatë, pra ju nuk i besoni duke e njohur nga afër, janë strategjitë lojës që ajo po i përdor. Unë nuk do thoya që njoh nga afër, por unë kam arritur të lexoj disa poezi të mozës, dhe nëse ju shihni forcën me të cilën ajo përdor fjalën e saj në ato poezi, unë nuk do doja kurse që autorja e atyre vargjeve të ishte një naive e cila nuk di të përdor celularin, nuk di çfarë është fondatina, nuk di cilat janë pjata e parë, pjata e dytë, si të qëndrojë në kuzhinë, si të rri veshur mirë, si të përdor ngjyrat për të bërë kombinimet e duhura të veshjeve. Pra, një personazh të tillë, personalisht unë nuk do ta afroja. Prandaj jam i gjithë mendimit që moza po e përdor shumë mirë strategjinë e saj. Pra, inteligjenca e saj që shkon përtej shumicës se atyre që ne i referohemi si modele dhe për të cilën nuk ka marrë shkas nisur nga ajo që ajo vetë tha, sepse ne i krijojmë modelet nga që nuk mund të bëjmë dot gjën që ata bëjmë. Por moza në fund të fundit që po shohim ne në atë ferm, praktikisht nuk është as më pak as më shumë se sa Adam Sandler në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mjafton të referohemi një pjesëmarrje të tij në një ceremoni të ndarjes së çmimeve ku ai shkoi thjesht me tuta dhe vetëm kur prezantuesit ja vunë duke atë, ai tha se duhet ta bëni diçka të tillë, se tani të gjithë do fillojnë të flasin për veshjen time. Të njëjtën gjë po bëjmë ne me mozën. Thjesht po gjejmë problematikën tonë dhe e shfaqim tek ajo, ja japim asaj të gjithë meritat për të shfaqur si duhet formën njerëzore të ne shqiptarëve, në thjeshtësinë e saj, në naivitetin e saj, në gjithçka. Por kurse si nuk do doja që Mimoza Ahmeti, një shkrimtare e cila ka vite që lëvron jo vetëm me penën e saj, por ka tentuar me muzikën, ka qenë pjesë e televizioneve në vitet e mëparshme, një person e kastave të larta që ka shoqëri gjithashtu me botues, shkrimtarë të tjerë, të jetë në këto nivele naiviteti që nuk di se çfarë janë disa elementë të përditshmërisë së natyrës femërore. Erion, një moment nuk ju ka ikur as shikuesve e poshtë dhe audiencës në përgjithësi nga programi i fundit, kur ju dhuruan librat. Dhe ajo thot në një moment që kur në jetë nuk kam pasur një bibliotekë në shtëpi. Pra, ta thot një shkrimtare këtë, pikërisht Më thoni pak ju. E ngrit këtë pikpyetjen që vërtet kaq e vështirë është jeta e Mimoza Ahmetit jashtë? Kurse si jo Amir, të paktën ne të dy e dim, por dhe Ajta në bashkohet në të valle, që për të qenë në prezantues në televizion të paktën, sikurse bëni ju shumë mirë në këto momente, duhet të kesh lexuar, sepse nëse nuk lexon ti nuk din të krijosh një fjali, e jo më mendimin tënd nisur nga një fjalë e vogël, sikurse ajo vetë ka shpjeguar, janë të gjitha në rrjetet sociale tani nëse çfarë thot moza në brendita asaj ferme, që nisur nga mungesa arrin të shkruajë një poezi e lidhur me faktorët, kush i mungon dhe sa i mungon, si do donin të ishin të shfaqur përgjatë saj. Pra, askush që minimumin nuk ka lexuar një libër nuk mund të ketë një fantazi aq të zhvilluar, ose nëse kjo është e vërtetë, atëherë le ta shqyrtojmë mozën pastaj si një qenie jashtëtoksore e cila ka ardhur e gjithditur në jetë, e përgatitur për këtë jetë në cilën do duhet të përballet. Cili është raporti i Mozës me Edi Ramën? Do doja të përmendja ato që ajo i tha Adi Krastës jo për shumë vite më parë, i është referuar me një fjalë që ne përdorim për të sharë gomar, por nuk besoj se gomar për Mozën ka domethënien e sharjes, se sa një kafsh e urtë dhe e zgjuar, sepse ne ndoshta e përdorim gjithmonë për atë që na leveris. Erion, nëse Moza vazhdon kështu, a do ta fitoj fermën vet? A mund ta fitoj? Mirë, kjo është një pikpyetje shumë e madhe që për gjithë ne që punojmë në televizion duhet ta dimë.
Çdo kush që hyn në këto reality show patjetër është pjesë e një skenari. Ai është një program televiziv që ka për synim vetëm të qas sa më afër ekranit, shumë syresh që t'i bashkangjiten pastaj atyre që vendosin produkte promocionale, sponsorëve të një programi reality, prandaj kjo është edhe arsyeja pse janë kaq fitimprurës, sepse nga shikueshmëria, njerëzit që shohin këto lloj programesh kthehen në produkt edhe jo se preferojnë të shohin produktin nga ekrani televiziv. Pra, unë do thoja, e kemi parë diçka të ngjashme me Luiz Ellin, të them të drejtën, por ai ishte një tjetër format. Dhe unë nuk mendoj që Moza është në fazën e fundit, pikën fundore të jetës së saj, ku duhet të sakrifikojë gjithçka dhe të hyjë loje me all-in, sikurse hyri Luiz Elli dhe ju desh pastaj të prishte të gjithë formulën e atij formati që ndoshta kishte preferuarit e vet fillimisht, por gjatë rrugës i duhet të përshtatej me atë që audienca doli edhe në protesta, nëse e mbani mend, për mos ta lënë atë të dalë nga shtëpia. Që në këndvështrimin tim kjo tregon pastaj atë që Moza na thot. Ne krijojmë modele sepse nuk dim të ndërtojmë mirë jetën që na është dhënë. Po të dinim ta bënim këtë, automatikisht nuk do kishim nevojë as për Mozën dhe për askën tjetër për të na mësuar neve se si të bëjmë jetën tonë. Po, dhe këtë kisha thënë edhe në një prej videove virale që kemi Ju referova vetëm asaj, nuk kam dashur për të Ti vazhdo me këto video në momentin që do të shohim diçka të tillë, ne do të jemi pra bashkë në si me dëgju. Faleminderit shumë Erion. Kënaqësia ime që isha me ju, faleminderit edhe një herë dhe punë të bashkë. Gjithashtu. Pra Erioni në një farë forme na tha që nuk duhet besojmë çka që shohim, sidomos në këto formate. I dim këto skenare këto. Jo, po për shembull, përshtyhet që publiku beson shumë në spontanitetin e Mozës, besojnë edhe ndoshta edhe persona të tjerë insistojnë që t'i dërgojnë rroba sepse mendojnë që asnjëherë s'ka pas rroba të bukura veshur dhe prandaj jo kot ne po e bëjmë këtë diskutim disa herë, cila është e vërteta e kësaj. Por për këto skenaret besoj i di më së miri Iliri sepse ka qenë banor dikur në një format të tillë siç është në fakt Big Brother, gjithsesi edhe sot një personazh i njohur që nuk heziton të komentojmë, sidomos kur kemi të bëjmë me personazhe kaq mediatike që janë edhe që po marrim në mendje siç është në këtë rast Moza. Ilir, mirë se erdhe për herë parë në Kosovë Live. Faleminderit shumë. Mirë se vjen. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Edhe gjej rastin të përshëndes edhe Erionin që foli më përpara se e kam mik jashtëzakonisht shumë të mirë. Po mirë, Erionin e përshëndetëm, besoj e ke dëgjuar pak nga ajo që dëgjove, nga ajo që po sheh. Kush është Moza për ty në këtë format dhe çfarë po paraqet Moza? Cila është pjesa e vërtetë? Cila është reality show? Çka është skenar e kështu me radhë? Po dëgjoj me shumë vëmendje. Moza më kënaq shpirtin në momentin kur e shikoj. Mozën e shoh pak a shumë si një ilir në show që kam qenë unë, pas një lloj kompleksi, pas një lloj dorashke, i thot gjërat ashtu siç i mendon. Për mua Moza, ashtu siç e perceptoj unë dhe si e ndjej unë nga televizori, është Moza po kënaqet. Moza po kënaqet jashtëzakonisht shumë, po bën, nuk mund të them po bën lojën, po bën veten e vet, që po i del dhe një lojë jashtëzakonisht shumë e bukur, shumë reale, shumë popullore. Prandaj kjo e ka bërë dhe Mozën një nga personat më të dashur dhe më të spikatur të gjitha këtyre formateve, të gjitha llojet e formateve të këtij tipi, le të themi. Nuk mendoj se Moza ka skenar, më duket shumë e çiltër dhe shumë e përgjegjshme për gjërat që thot. Më vjen keq domethënë për atë pjesën që diskutoi paraprakisht edhe miku im Erioni, domethënë skamja. Për mua Moza është një person me një ekonomi relativisht të dobët, mendoj unë, dhe duke dëgjuar pak çka folur dhe në emision më përpara, ka dhe një njeri të sëmurë në shtëpi, më duket që bashkëjeton me të. Kështu që përtej pjesës së lojës dhe mendoj unë personi që e meriton më shumë fitore nga të gjitha ata persona aty brenda, për mua është Moza. Absolutisht nuk dua ta nxjerr Mozën si viktim ose si person që i duhet, por mbi të gjitha lojës që po bën dhe kënaqësisë që po na jep neve si publik, personi që për mua e meriton më shumë nga të gjithë për momentin është Moza. Po. Një gjë është e sigurt në atë që e the, që po e shijon, po e shijon. Ajo po e shijon, ne po e shijojmë. E bashkë me të edhe ne, sidomos në këto video të shkurta.
Po, duke pas parasysh edhe moshën e mozës, ka persona që ndoshta në atë moshë kanë komplekse që t'jenë aq lirë dhe moza e bën këtë. Po në fakt mendimi juaj dallon shumë prej atij që e dha Erioni Ilir, sepse ai tha që në këto formate dhe duke njoftë mozën edhe nga jeta që ka bërë deri më tash thotë se ka pak dyshime për atë që thuhet nga vet ajo. Unë do ta citoja pak me shprehjen e Jovan Bregu te Pallati 176. A me se gënjen. Kjo i shkon, a? Jo. Perceptimi i Erionit, unë e vlerësoj jashtëzakonisht shumë, bie, domethënë bëj një paralele me perceptimin ose me mënyrën se si e ka parë Erioni deri në 90% të asaj gjë, po dua të shtoj edhe këtë gjë tjetër. Si që thash, unë jam mik shumë i ngushtë me Erionin, jemi të njerëz që shkojmë jashtëzakonisht shumë bashkë. Erioni vjen shumë shpesh në Firenze dhe ne gjithmonë rrim bashkë, kështu që doja t'i thoshja pak dhe si me kunj se e kam vlla. Nuk mund të flasësh kështu për mozën kur unë e konsideroj veten një moza mashkull, domethënë nëse ti rri me mua, Besoj shumë të tëp. Po Ilir, e kam një çështje shumë të rëndësishme që doja ta ngrisja në këtë diskutim sot për mozën. E thash edhe në prezantim se nuk ishte nga fillimi që personazhet zakonisht le të themi të kalibrit të tilla që kanë vite, sidomos edhe të pjesës si shkrimtar, gjithmonë kanë treguar dhe kanë pasur kritika të ashpra madje edhe publike ndaj formateve të tilla. Por pyetja që doja të parashtroja është që a është në këtë pikë, a kemi ardhur në këtë pikë që personalitetet të tilla që kontribuojnë shumë, që e meritojnë një kujdes shtetëror dhe nga institucionet përkatëse, duhet të hyjnë në një format të tillë, të diskutueshëm, të kritikueshëm nga ana e tyre për ta rregulluar jetën e tyre, sepse nuk po ju vjen kjo mbështetje nga shteti. Pra, a jemi në një pikë të tillë, a është në një rast i tillë i ngjashur me mozën apo jo, thjesht po krijohet kjo përshtypja për shkak të deklaratave të saj? Ju keni plotësisht të drejtë për këtë që thatë. Unë e vlerësoj jashtëzakonisht shumë këtë aspekt të temës që e hape, sepse në Shqipëri moza është për momentin është qershiza mbi tort, se në Shqipëri me atë që kam parë unë të paktën vitet e fundit që nga koha që kam arritur të vlerësoj vetë gjërat që në fëmijëri dhe deri tani në Shqipëri fatkeqësisht meritokracia dhe njeriu i zgjuar shtypet. Njeriu i zgjuar lihet me njan, njeriu i zgjuar nuk vlerësohet, edhe moza është një nga ato vlerat e shtuara të shoqërisë shqiptare, pavarësisht unë realisht nuk kam lexuar në një libër të mozës, por nuk më duhet shumë për të kuptuar që është një person jashtëzakonisht shumë i zgjuar, një person i lexuar, një person me botë dhe kam dëgjuar shumë spekullime për sa i përket mozës për librat që ka shkruar, mbaj mend një libër me një titull shumë të çuditshëm para ca vitesh. Gjithsesi ai është art. Unë jetoj në kryeqytetin botror të artit në Firenze dhe kur kam studiuar të bëhesha guid turistike, kam pyetur profesorin tim diçka që e lidh jashtëzakonisht shumë me mozën. Ndërkohë që po shikonim atë Venusin e Botticellit, profesori po na shpjegonte çfarë donte të thoshte Botticelli dhe unë e pyes. Profesori thash, është e vërtet ose sa gjëra nga këto janë reale që nëse Botticelli në momentin që e ka pikturuar Venusin ka menduar që ne sot do arrinim në të njëjtin konkluzion që po na thua ti. Dhe ai tha, është shumë e drejtë si pyetje më tha mua, por arti është i tillë që të nxjerrë artistin që është brenda teje. Kështu që nëse disa persona e kritikojnë mozën, me atë vepër që ka bërë moza atyre u kanë nxjerrë anën negative të artistit të tyre, me artin e vet, e kupton? Kështu që këtë doja të shpjegoja. Është shumë e trisht që persona si punë e mozës edhe shumë të tjerë si punë e mozës, që nga aktorët, shkrimtarët, artistët, skulptorët, të gjithë lihen më njanë në një vend si Shqipëria që është plot me gjeni. Po e qartë, dhe natyrisht, ndodh shumë shpesh që në momentin kur i humbim këto personalitete, atëherë vije vëmendja e institucioneve dhe shtetit dhe gjithmonë kritikohen. Ilir, kam një shprehje jashtëzakonisht e shpreh shumë edhe në Instagram atë pjesën, është e çuditshme për mua si njeri, jo si artist, jo si personazh publik, si asgjë tjetër. Është e vështirë për mua si njeri, si banor i Shqipërisë, të shikoj që më shumë sot e kësaj dite vlerësohet për shembull Noizi, se sa Robert Ndrenika, se sa Ndriçin Xhepa, se sa Mimoza Ahmeti, domethënë këta janë persona që ne duhet i marrim shembull, duhet i ndjekim, duhet i shikojmë, duhet të dëgjojmë.
por në fundit është e vërteta është pak e hidhur, po mbetet prapë e vërtet. Ilir, për fund, duket që banorët tashmë e kanë kuptuar forcën, le të themi, në lojë të Mozës, pëlqimin që ka nga jashtë. I dëgjova disa për banorëve që po e shprenin këtë pakënaqësinë që vazhdimisht në prajm Moza, po jepet vëmendja kryesore dhe ka qenë gjithmonë. Dhe në anën tjetër, Iliri tjetër që është në ferma VIP, është duke u kritikuar shumë për një gjest, sidomos në momentin kur është ulur mbi Mozën dhe kishte mbyllur edhe hundën, më duket a. Si po e sheh këtë qasje të banorëve ndaj Mozës në këtë moment që e ka këtë pëlqimin e madh nga audienca, dhe do ta mbyllim me ty. Është xhelozi puro, safi, që atyre nuk ka pse u vjeni natë fare se Moza përflitet ose flitet në Prime, sepse nëse ti nuk je i aftë të bësh show Prime, nuk e vënd aty brenda. Moza qartësisht me atë tipin relax chill që ka, bën Prime edhe pa folur, edhe duke u përfolur nga njerëzit e tjerë aty brenda. Kështu që e gjitha mendojnë është xhelozi. Nuk e kam pritur asnjë njeri pëlqimin kaq të gjerë të Mozës. Është ajo që thave kolegja më përpara që është dhe diferenca e moshës, a? Një nga gjërat që duhet vlerësuar jashtëzakonisht shumë Moza aty brenda është që po jeton e vetme me një gjenerat tjetër, me një gjenerat që ajo ka disa vite boshllëk brenda, sepse Iliri është diçka tjetër. Kurse Moza po arrin të adaptohet në një mënyrë komplet natyrale me një gjenerat që nuk i përket, me një gjenerat që nuk di asgjë. Mos harrojmë atë të famshme në Prime dhe Primer që po i thoshte Jonidës. Domethënë Moza ka një deficit terminologjie të gjeneratës alfa ose gjeneratës Z që janë aty, dhe prapë së prapi me atë çiltërsinë që e karakterizon, po ecën kryelart. Ilir, faleminderit që na u bashkove sot. Faleminderit juve, ju uroj një fundjavë sa më të këndshme. Gjithashtu, ty dhe gjithë shikuesve, por për shikuesit kemi ende kohë. E pat energjinë e Mozës, e pat edhe Iliri. Nërsa po na dëgjon. I bët qefi, besoj, Ilir, se ende qenë ka ndi. Energjinë e transmetove, kjo është rëndësishme. Urdhra? Energjinë e transmetove, një shpirtit lirë, si kurse Moza. Unë gjithmonë ashtu e kam konsideruar jetën time. Domethënë, jeta është shumë e shkurtër për të mëzitur, për të mbajtur mëri, për të gjykuar njerëz të tjerë kot së koti. Kupton? Është qend let lehin, themi ne, kalvari let hec përpara. Jo ne, domethënë jo ne, se jemi të gjithë shqiptarë, se s'do që të hapet debate të tjera për erdhi ky në Kosovë, se unë e adhuroj Kosovën. E adhuroj, i përshëndes gjithë vëllezërit kosovarë dhe akoma mbetemi mendimit në të gjitha udhëtimet që kam bërë në jetën time, qytet më të bukur se Prizreni nuk kam parë. Atëherë do të hapësh një restorant Prizren, se kemi nevojë për restorane të reja. Së shpejti. Ilir, faleminderit edhe një herë.